Fillimisht duhet të them se krimi i organizuar nuk njeh kufe, nuk njeh këmbë e racë. Pra, simas media të shkruar dhe elektronike, kemi vërejt që në kuadër të aksionit të policisë të Kosovës me urdhër të prokurorit është bërë konfiskimi i armatimit dhe dokumente të ndryshme si në jug ashtu në veri. Pra, kriminalet bashkëpunojnë mes vete. Aksioni si tillë nuk është ky i parë dhe as i fundit, sepse Mitrovica e Veriut është vend i militarizuar që do duhej në vazhdimsi të demilitarizohet. Demilitarizimi nuk bëhet në mënyrë vullnetare, prandaj unë uroj që Policia e Kosovës të vazhdojë me aksione të tilla dhe Veriu i Kosovës të jetë i demilitarizuar, të jetë i qetë, të mbisedojë rende dhe ligje dhe qytetarët e të gjitha nacionaliteteve të jetojnë pa frikë dhe pa brenga.